Kemi Albin Kurtin, por një rikthim të Vjosa Osmanit. Mund të jetë përsëri një rikthim i saj në presidencë? Jo, e para njëherë është një mbivlerësim i rolit të Vjosa Osmanit. Bile faktikisht nëse kanë dëshmuar ndonjë gjë këtë zgjedhje është që efekti i saj ka qenë minimal. Po thuaj se zero, po. Dhe kështu që tani e dyta, si shpjegova më herët, Kurti është faktori kyç i këtij procesi dhe i formimit të presidencës, kështu që është e vështirë me ju imponu atij, sepse votat e njëpasgjishëm ka treguar që ai është partia e parë, edhe është i pa të i kalueshëm, kështu që është e vështirë që të shantazhohet ai me Vjosa Osmanin. E treta, nuk e dim as a i bën apo jo votat bashkë me LDK-n. Se një ndër problemet thelbësore që ka qenë aty është se LDK-ja nuk e dim bashkë me Kurtin a mbush 2/3. Kështu që mund të jetë i padobishëm koalicioni me ta. Pra, hem nuk e ka peshën e madhe që i duhet, por hem nuk e ka mundësi me i bë presion Kurti, sepse Kurti ndjer para një presionit të tillë nuk e ka përgjigje dhe më shkruan zgjedhje të tjera. Siç ka treguar. Është skenar, ë? Po, absolutisht po. Hipotetikisht qëndron. Absolutisht po, sepse këto zgjedhje nuk kanë sjellë zgjidhje. Ne jemi në remi, ne kthim në shkurt. Po me një diferencë të madhe. Nëse në shkurt opozita kishte gjasa reale dhe u sabotua nga LDK-ja, pra kishim Lumir Abdixhikun, i cili sabotoi potencialin ose mundësinë, oportunitetin për krijuar një qeveri të opozitës, sepse ai refuzoi të bëjë pjesë e bllokut opozitar, duke deklaruar o më bëni mua kryeministër o s'bëhet asnjë nga opozita kryeministër. Dhe mandej pasaj në vend që të mëshonte ide se një qeverie të opozitës, duke qenë se deputetët e opozitës ishin më të shumë numër se sa deputetët e Kurtit pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit kaluar, ai propozoi qeverisje teknike duke e sabotuar faktikisht idenë e një koalicioni opozitar. Po ashtu edhe tani u pa që me të mbaruar ora e votimit, në vend që të ngritë pazarin në farë mënyre për opozitën ose për të treguar, për të bërë presion ndaj Kurtit, për të thënë që shiko, okay, ti të kanë dhënë qytetarët këtë mesazh, e tani du tregohesh bashkëpunues edhe të bësh dialog. Deklarata e parë ishte u vetë ofertuan për të hyrë për të kafshuar në qeveri. Domethënë me njëherë Vjosa Osmani Barcelisës tha tashmë nuk ka si pengesë që unë tim kandidat e president. Domethënë këta nuk kanë as skrupuj më minimal. Aty u duk që ajo ka një ambicie ego. Po nuk kanë as skrupuj minimal, as minimumin e taktit që ta ti frenojnë këto, se të gjithë mund të kemi ambicie edhe po duk edhe pak euforik dje, nuk e di. Po banal, domethënë se kjo është. Kishte një lloj euforie. Po edhe euforie qesharake farë mënyre sepse është shumë larg pritshmërive, u rikthyte rezultati i shkurtit të vitit kaluar, u rikthyn gjithë si Kosovë, kemi një vit e ca të humbur kot, pikërisht për të rikthyer rezultatin e shkurtit dhe për të kthyer dilemat të tjerëshme. Skenari më i mundshëm madre cili është në ditën vijim? Po skenari më i mundshëm është që besoj unë të paktën që të bëhet një lloj ujdie ku rrugës LDK-s t'i bien puplat e pretendimit presidencë dhe mund të Vjosa Osmanit, sepse sidomos pas konfliktit që vjoi më pas, e përplasjet edhe zënkave, e shoh të vështirë një ripajtim, edhe padyshim që do e shifsha të vështirë që Kurti me kaq shumë letra që kanë përduar të pranonte ti imponohej Vjosa Osmani, por ka mundësi që të bëhet një koalicion me LDK-n, LDK-ja të kënaqet me ca poste ministri në këmbim të presidentit, ose të bie dakord për një president të pranueshëm për Kurtin, që mund të vi propozime edhe nga LDK-ja, por dikush që nuk ka ato ambicie ose nuk ka pasur të kaluar përplasje me Kurtin, që Kurti mos të duket sikur po lëshon pe po dorëzohet. Sidomos pasi ka pasur rezultati prapë që drejt partia e parë. Kështu shikoj potencialisht më të madh. Ne shoh të vështirë që të bëjmë të tjera hapësira. Ose nëse tregon intransigjent, nuk është habit shkohet prapë në zgjedhje, por kjo do ishte shumë e rëndë për Kosovën sepse rrezikohemi për një vakum të qartë institucional, nga që afati që presidenti ka detyrë të qëndrojë e ta mbajë postë është vetëm 6 muaj. Përtej saj i bie që Kosova s'ka asnjë person, asnjë figurë, asnjë institucion që jetë me legjitimitet. Dhe kjo do e vinte në një lloj limbo institucionale i papërgjegjshmëritë e zakonshme, kështu që shpresoj të anashkalojmë këtë gjë dhe gjenden një kompromis. Kalojmë tek protestat në Shqipëri. Si ke parë? Ke marrë pjesë në disa prej tyre, më jep edhe komentin, si e ndjeve dhe çfarë është ajo që nuk duket nga kjo protestë? Po unë kam qenë shumë entuziast faktikisht bile njerëz si puna ime që shkruanin, denonconin, dilin në media, vullnetarisht edhe pa paguar, pa marrë para, as për analiza, as për artikuj e gjëra. Po e bërim të me një sens vokacione, një sens misioni, gati e qoni veten Don Kishotesk në farë mënyre, sepse shikonim që
nuk sillte revolt, por ky lloj negativiteti që dilte pas këtyre denoncimeve faktikisht sillte një farë efekti pervers të dorëzimit. Dhe duket më së miri sepse çdo vit 60-70.000 qytetarë të Republikës së Shqipërisë marrin rezidencën në Bashkimin Evropian dhe u bë një farë situate ankthit pak në sytë e mi ku mund të nxirje më tepër gjëra të rënda që ndodhin në këtë vend, faktikisht nuk shikoj njerëzit që të shpërthenin në indinjat, por vetëm të dorëzoheshin edhe të largoheshin masivisht. Dhe ky është fakt kokfort faktikisht, janë mbi gjysma e popullsisë së Shqipërisë është jashtë vendit. Dhe kjo është një akt pa precedent. Domethënë është vendi vetëm në botë që në kohë paqe, në periudhën bashkëkohore të ketë më shumë banor jashtë se brenda, të lindur në Shqipëri. Domethënë është edhe në vende që kanë pasur luftra të mëdha, po themi në këtë dekadën e fundit, pra Siri, Ukrainë, Libi, Afganistan, nuk ka këtë largim të popullsisë. Ne na ndodhet në kohë paqe. Pra, me të vërtet mendoja që kishte një lloj fatalizëm, desfatizëm, dorëzim kolektiv të madh, edhe ndonjëherë shifsha veten që vazhdoja shkruaja artikuj, dilja në debate, që nuk e kam profesionin tim, domethënë nuk është se ha bukë për saj. E shifsha gati domun kështotese, kështu që për mënyrë si puna ime, kjo revolt dhe fakti që ndezi ishte një ngazëllim jashtëzakonshëm. Domethënë skenari im ishte që do ngriheshim kur të dështonte ekonomia, si në theshtatë. Në theshtatë. Po. Por kësa radhe më ka befasuar për të mirë, jam i surprizuar për të mirë. E shikoj profilet e njerëzve, shikoj njerëz që janë bashkuar nga tëra anët, është tamam një lëvizje qytetare. Ai flamingo me pupla roz, befas u bë gjallësa më dashur, u bë një simbolik, sepse ja doli që të bënte për vete e të mobilizonte njerëz të gjitha profileve, të cilët vështirë se mund të shkonin në një parti. Pra nga studente, profesioniste, besimtare, aktivistë dritave të kafshëve, dritave gjinore, një laramani e madhe e shoqërisë, të cilët gjetën një emërues përbashkët, sepse simbolika e flamencos nuk ka të bëjë vetëm me revoltën për shkeljen e trashëgimisë natyrore, por u bë epitoma, simbolika e keqeverisjes, e abuzimit, e mashtrimit, e arrogancës, e një shteti që duke qartë në sytë e publikut të gjerë, që ishte në shërbim të interesave të ngushtë të kryeministrit edhe njerëzve rreth tij, dhe në kuriz të së mirës publike. Shikonin, pra ishte një thyrje e madhe e besimit, dhe fakti që njerëzit dolën, e shembën frikën, e thyen atë murin e heshtjes që mbizotronte në Shqipëri, dhe në një kohë shumë të shkurtër, në mënyrë shumë spontane, u gjet një mesazh që pati rezonancë të jashtëzakonshme. Dhe unë mendoj që ky protest, edhe kështu si është deri tani, kaq sa është, ka pasur suksese të jashtëzakonshme. Së pari njerë mendoj që suksesi i parë i madh është një temë lokale, nga ato që kemi parë shumë, por asnjë s'ka marrë shumë vëmendje. E kemi parë edhe Erioll, e kemi parë tjera, kemi parë edhe kur i morën ujin në Tragjase, edhe kur bën devijimin në rrugën Elbasan Librazh. Pra e kemi parë në shumë vende, por asnjë s'ka pasur rezonancë. Dhe në farë mënyrë kësa radhe njerëzit solidarizuan për diçka lokale dhe e bën befas kombëtare. Pra kjo gjë doli nga gjëra periferike.